Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 31 mars të 2025. Duket se jemi në fund të muajit dhe ndikimi që ka të bëjnë në lidhje me çështjet madhore, me çështjet të rëndësishme, është diçka që jo vetëm se është mundësia dhe çështjet e rëndësishme, por kemi të bëjmë me një ndikim shumë të madh në lidhje me çështjet financiare. Fundi i muajit, fillimi i javës të muajit prill. Po të shikoni me kujdes, ndonjëherë qëllon një herë në disa vite që ky ndikim jep mundësi dhe rëndësi nëse do ta kuptojmë. Shikoni datën 31. 31 është dita e fundit e marsit. Dhe fillon dita e hënë për muajin që vjen. Pra na paralajmëron që neve t'jemi sa më të qartë, sa më të saktë në atë çka duam të bëjmë dhe të ecim përpara. Mundësitë që janë të mëdha dhe vendimet që mund të marrim në një farë mënyre tani kemi të gjithë mundësitë, kemi të gjithë gjërat që t'i vëmë përpara dhe të arrijmë atë ku neve duam, por gjithsesi është një moment tani që dita e sotme, e datës 31 të ditës së hënë, javë të mbar ju uroj dhe ka për të qenë sepse niset dhe ndryshimi që do të kemi, ndryshime të mëdha që vijnë në këtë drejtim, ku është një moment shumë pozitiv dhe mjaft ideal. Duke pasur parasysh momentet që ndodhin fenomenet dhe koha ku kemi ndikimin e hënës, sepse hëna ditën e sotme që ndodhet në shenjën e demit, ndodhet në një shenjë toke, ku thot që para pregatitja, mundësitë që na jepen të shfrytëzojmë për të mirë. Dhe pse jo e kemi këtë mundësi, ku na jepet kjo mundësi, mund ta shfrytëzojmë. Por në anën tjetër kemi dhe ndikimet e planetave ku kemi diellin në dash, kemi hënën në dem, kemi Mërkurin në peshk, kemi Afroditet në peshk, kemi Marsin në gafore, kemi Jupiterin në binjak, kemi Neptunin në peshk, kemi Uranin në dem, ku na jep dhe disa lajme shumë të mira. Kemi Neptunin në dash, ku mundësit na japin dhe ndryshime që do të kemi. Kemi Plutonin në ujor dhe ndikimi i mundësive të mëdha që ndodh tani tutje, ku është një moment shumë pozitiv. Duke pasur parasysh momentet dhe kohën e duhur për të nisur dhe marrë vendime të rëndësishme. Shenjat që përfitojnë në këtë ditë, këtë fund të muaj, janë shenjat e ajrit dhe shenjat e tokës. Shenjat e ajrit ka një ndikim shumë të madh sepse mundësitë që ju jepen në kohën e duhur, siç kemi me binjakët, siç kemi me peshorët, siç kemi ujorët, pra janë shenja ajri ku ndryshojnë shumë gjëra nga tani e tutje, ku do na jepet mundësi që neve të zgjidhim çështje problematike. Kemi gjithashtu shenjat e tokës, siç ka të bëjnë demi. Dhe demi në Iran ka një moment dhe i kohë shumë të përshtatshme në fushën e biznesit dhe rritjen e detyrë, siç kemi ndikimin e mundësive që është Virgjëresha, ku Virgjëresha, ndikimet që kanë të bëjnë tek Virgjëresha, jepet një mundësi plus në anën e financave dhe pse jo në një udhëtim shumë të rëndësishëm ekonomik. Kemi Britësjapin edhe diçka të dytë, ku ndryshojnë shumë gjëra në moment, çështje kyçore e fitojnë Britësjapët, çështje pasure paluajshme, ndërhyrje nga më të ndryshmet. Drejtësi nuk ka lumaj që ka, juve të shenjës tokës e keni, dhe unë ju uroj me gjithë shpirt që juve të dilni fitimtar, sepse keni vuajtur shumë shenjat e tokës, to 3 shenjë sapo thash, në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me punën, siç janë Britësjapët, Virgjëresha dhe demi. Pra jashtë mas edhe të shenjat e ajrit, por tani dilni mbi sipërfaqe dhe është koha juaj, momenti më perfekt i qenë ndonjëherë. Por para se të filloj tani me 12 shenjat zodiakale për këtë fund muaj, ditë e fundit, ku do kemi ndryshime vetëm madhore, por si keni para asnjëherë. Do të klikoni tek faqja roz atje mund të zgjidhni paketën tuaj. Paketën që ju intereson. Për çdo gjë që doni atje, i keni në detaje dhe duke klikuar tek ajo foto atje, i shikoni cilët juve pëlqeni dhe pastaj jeni gati
për të bërë blerjen dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por ju që doni që çdo video që Astrologu Pikal ngarkon në YouTube dhe dëshironi ta dëgjoni të parë, të shikoni të parët videot tona dhe jo vetëm. Atëherë duke na bërë subscribe, të butoni këtu, ndiqni hapat për të parë se si funksionon dhe më pas dërgoni mesazhin dhe emeni live përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat më radh. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, meqenëse shenja e Dashit duket se shumë planete në shenjën tuaj, ku japin mundësinë këto shenja ku do të ndikojnë dhe do rezultojnë në favorin tuaj. Për një mirë arsye, sepse ka të bëjnë anë ekonomike, ka të bëjnë mundësitë që ju jepen, sepse dielli në shenjën tuaj ka një ndikim shumë të madh. Kemi gjithashtu, kemi Neptunin në shenjën tuaj, kemi mundësinë edhe rrishkun dhe ndryshimin e madh, favorizimin e momentit dhe të kohës në shenjën tuaj. Pra, shumë planete u japin mundësi për të zhvilluar e ndryshuar shumë gjëra në role drejtuese, në çështje pune, në çështje karriere dhe jo vetëm. Është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv mbi gjërat që do të keni, çështje të rëndësishme financiare, prandaj do të pasur shumë kujdes muaj, sepse fillon muaji prill dhe këtu do bëjnë ndryshime shumë të mëdha. Prandaj duhet jeni të përgatitur, të gatshëm për të bërë ndryshimin e madh. Dhe kjo ndodh që është e realizueshme në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shqyrtar dhe me vigjeresh duket se janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, ka një mundësi se Demët nuk është se kanë pasur një problem, kush e di, kanë pasur një problem, kush e di, por ajo që do fokusoheni keni tek puna aktuale, sepse edhe dita han, mbarsi javë të mbar, edhe fundi i muajit. Çështjet që kanë bëni takime, bisedime nga ora 9 deri në orën 13. Për ju që jeni në diasporë, sidomos në Angli, ka të bëjë me dokumentat. Bini pas sepse do t'ju duhet më vonë në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me bricap duket se janë të mbara, pra duket se një shenjë uji dhe një shenjë toke shkoni shumë. Është momenti për ta shfrytzuar për të mirë. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Siç e thash edhe më lart, për sa përket shenjës së binjakëve, është momenti i duhur tani për të parë se ç'do të bëni dhe vazhdimësia, sepse jeni shumë korrekt me ekonominë dhe punën, jeni shumë korrekt në gjërat që doni të bëni dhe të stabilizoni. Është favorizimi dhe çështjet konkrete që tani e nisni dhe do ta pëtisni, është koha më e mirë dhe pozicionimi planetar që do të japë mundësi, do të japë mundësi për të zgjidhur shumë çështje problematike në fushën e karrierës suaj, në fushën e padrejtësive që janë bërë dhe tani fitoni dhe përfitoni të drejtën tuaj, dhe është momenti më ideal dhe më perfekt i qenë ndonjëherë për sa përket çështjeve. Gjithmonë fundi i muajit sado vështirësi ka, por është më mirë sepse përfundon një kalvari i gjatë problematikash dhe filloni diçka të re dhe ta mbyllni një herë mirë problemet në të shkuarën dhe filloni për të ardhmen ndikimet dhe favorizimet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujor dhe me akrep duke se janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Për sa përket gaforës, për gaforët duket se meqense tani në këtë periudhë keni momentin e duhur që gjërat të jenë në anën tuaj, por çështje problematike janë të zgjidhshme, sepse tani edhe pse keni pasur disa problematike të ndryshme, edhe pse jeni në anën tuaj, duket se gjërat janë pozitive dhe jo problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem dhe me shqyrtar duket se janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, janë luanët. Për sa përket luanëve, luanët të duket se tani momenti dhe koha ka të bëjnë shumë me ekonominë, ka të bëjnë shumë me takimet që do të keni, por nuk ka vend për të shqetësuar sepse do të dini se çfarë do të bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me akrep duken të mbara. Pak vëmendje do të bëni me luan të dhjetëçit të tretë, sepse ndryshe mendoni ju, ndryshe mendon luani dhjetëçit të tretë dhe dhjetëçit e parë apo dytin. Prandaj keni kujdes këtu sepse është një mundësi e mirë, por kërkohet pak vëmendje. Shkojmë tek shenja e radhës, janë virgjëreshat.
ku virgjireshat, siç e thash në fillim të emisionit, janë përfitues direkt të drejtës së tyre. Përfitojnë, presin një punë tani në prill këta. Erdhi momenti, erdhi koha, shfrytëzimi, mundësit për të mirë, sepse do dini se çfarë do të bëni, do dini ku do të shkoni. Dhe është një moment shumë i mirë dhe vazhdimësia është në anën tuaj, është një ndikim shumë i mirë dhe mundësi të re që keni tani atje, ku kjo periudhë është periudha juaj e zhvillimeve, e ndryshimeve të mëdha dhe korrekcisë. Është një moment shumë pozitiv. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar për në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa gjëra shumë të mëdha që do të keni tani tutje, ku nuk ka vend për të shqetësuar, sepse është pikërisht kjo kohë dhe është momenti i duhur në gjëra të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep duken të mbara pak vëmendje me Peshk të dhjetit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Peshores. Peshore dashura, keni kujdes, vini re, mos u nxitoni dhe mos u gënjeni se çfarë ju thon të tretët, sepse është një periudhë më tepër gënjeshtrash, në fakt, deri në fund të shtatorit, por gjithsesi, flasim për këtë ditë dhe për këtë fund muaji dhe fillim javë të mbar ju uroj. Është një moment që nga masditja mund të bisedoni, por jo të jepni verdiktin e fundit ose siguroheni më përpara pastaj të vendosni. Jo direkt tani që thoni po dakor se unë kam domosdoshme një punë të dytë dhe mund ta bëj, por shikohet edhe kjo. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me gafore duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Akrepi. Me Akrepët ka një mundësi të artanik në këtë ditë të hanë. Mbarsi dhe i fund muaj të lumtur ju uroj. Është e mundur që të bëhet kjo, sepse keni pasur shumë debate, shumë çështje të pazgjidhura. Por ky moment është një moment që vërtet është moment fantastik, është moment i mirë, lidhje me takime, lidhje me vendime, lidhje me ndryshimet që do të keni tani tutje. Koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe një mundësi e artë për zhvillime dhe ndryshime. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me Dem dhe me Binjak duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, janë shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, meqense shigjetarët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që do të keni mundësinë për të zhvilluar, ndriçuar, realizuar anën ekonomike financiare dhe një moment shumë i mirë tani për sa përket kësaj periudhe, është periudha mjaft e mirë e bisedimeve dhe ndryshimeve në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, janë Bricjapët. Çfarë ndodh me Bricjapët dhe ku Bricjapët kanë mundësinë? E dini shumë mirë, sepse ju thashtë në fillim, po, juve të shenjës tokës, po, fitoni një gjyq, fitoni shumë gjëra në drejtën tuaj, lërë se çfarë thotë dynjaja, po çfarë thoni ju dhe çfarë vendosni ju. Kjo është ana më e mirë e mundshme e qëndonjëherë, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment ku juve do të zgjidhni problemet që mund keni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Akrep të dhjetit të parë, Dash të dhjetit të tretë duke qenë të mbara, pak vëmendje me gaforet të dhjetit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, janë ujorët. Ujorët e dashur, arsyeja që juve si shenjë ajri, po, e keni ndikimin tuaj, keni mundësinë tuaj, të ngrini të drejtën tuaj dhe kjo do të ndodhi tani. Pikërisht edhe pse keni pasur shumë probleme dhe gjëra të tjera, shumë çështje të lëna pezu, shumë çështje problematike, por vjen një moment tani i shpakimit i gjërave të tjera që do të ndikojnë pozitiviteti juaj, mundësia juaj, të tretët e kanë probleme dhe jo ju. Ju mos u shqetësoni, sepse tjetri ju volli. Në gjuhë trash po them. Ju do shqetësoni sepse do të kthej lekët juve dhe punën që keni bërë, se keni bërë një punë, kjo punë paguhet. Dhe vjen një moment tani, po, është e mundur, po, është e realizueshme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Binjak dhe me Dem duket se janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, janë Peshqit. Peshqit dashur, fokusoni tek e ardhmja. Lërni të shkurën, të tashmen e jetoni. Të ardhmja është mbasdite. Paradite është tashmja, mbasdite është ardhmja. Pra e keni këtë mundësi, sidomos në fushën e karrierës, sepse keni lindur për karrierë dhe do vazhdoni në karrierë. Në çështje shpirtërore, vëmendje do bëni me gafore dhe një kthim nga e kaluara është me Bricjap. Këto ishin pak a shumë përse përket kësaj dite kaq të rëndësishme dhe kësaj fillim jave të datës 31 mars të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë rrugët edhe njëherë, për gjithë juve të shikues të nderuar. Ku do ndodheni dhe dëshironi bashkim të detajuar. Keni pikërisht të faqen këtu, e klikoni, zgjidhni paketën tuaj, nëse nuk e keni vetën atje,
atëherë kemi këtë dritaren e vogël këtu, duke dërguar të dhënat e juaja dhe çdo gjë që doni dhe pastaj flasit nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Por juve që doni që çdo video që Astrologu.al ngarkon YouTube dhe juve doni që dërgoni një mesazh. Është pikërisht ky butoni këtu, e klikoni siç janë udhëzimet atje dhe pastaj jeni gati për dërguar mesazhin dhe të merrni live përgjigje. Nga unë një rropulla, ju uroj më të mirën e mundshëm, një fund muaji të mbar dhe javë sa më të lumtur. Gjithë mira.